9 maj 1944 është dita kur doktor Lazarat i akordohet leja e avokatisë. Kemi një dokument që kemi marrë nga arkivi me shënime e dokumentat të tij, që thot: Shteti Shqiptar, Ministria e Drejtësisë, numri regjistrit 262, numri protokollit 375/2, Tiranë, me 23/5/1944. Leje: Ushtrimi i profesionit të avokatisë. Ministria e Drejtësisë të i marrë parasysh vendimin e Këshillit të Tepërt Gjyqësor numër 1 datë 9/5/1944 në bazë të nenit 50 të ligjit mbi avokatët datë 16/6/1931 i akordon leje avokatie zotit Lazar Radi, banues në Tiranë, në Klapa, Durrës, lindur më 1916 dhe urdhënon inskriptimin e tij në radhojën e avokatëve. Pritet prej tij ushtrim i profesionit me ndërgjegje të plotë dhe drejtësi, të qenë gjithmonë besnik i shtetit dhe respektues i statusit dhe i ligjeve të shtetit, sipas desë që ka me dhanë përpara Këshillit të Drejtësisë së vendit. Ministri i Drejtësisë, zoti Rok Kolaj.